Vlerësimi të partive opozitare, kryesisht kohëve të fundit, që Kosova është duke u provu me rrëshqit ka autokracia ose autoritarizmi, ka një lider që tenton me e pas të gjithë pushtetin nga vetja, bëhet fjalë për kryeministrin aktual, Albin Kurti. A besoni që rrjedha politike ose ka tentime drejt qasoj situatën Kosova nuk mund të rrshqes në autokraci. Partitë politike, dhe më thonë, zgjedhin vetë në qoftë se duan që të krijojnë një sistem autokratik brenda tyre, apo duan të kenë një sistem liberal, apo duan të kenë një sistem demokratik, që nga mënyra e zgjedhjes së forumeve në instanca partijake, e deri te përgatitja programore për të garuar në zgjedhje me të. Unë pajtoj që partitë duhet të kenë leadership. Mirë, po unë ma shumë po shoh kryetar partish se sa që po shoh lider partish. Sepse lideri i partish... Ka kryetar që udhëheqin, po s'ka lider. Po pra, ka kryetar, po s'ka lider. I dallon sepse lideri ka tipare burrshteti. Dhe tiparet e burrshtetasit që i ka një lider nuk e lejojnë atë që ta sheh vendin e tij që po vuan, ose vendin e tij që ka stagnuar, ose vendin e tij që po rrezikohet e ardhmja e tij dhe ai të barrikadohet ngushtësisht pranë interesave politike dhe partijake. Prandaj unë po them që realisht unë nuk po shoh që ka lider, sepse këta më tepër janë kryetar partish që janë të përkohshëm se sa që po tregojnë ndonjë leadership. Unë e kuptoj që potezat politike, matjet e opinionit, pastaj interesat politike të grupeve të ndryshme, po edhe të kryetarëve të partive politike janë të ndryshëm, ata provohen matin e tjerë, po megjithatë, përgjegjësia duhet të jetë në nivelin më të lartë atëherë kur rrezikohet siguria e shtetit edhe kur rrezikohet e ardhmja e Kosovës. Pavarësisht lëvizjeve nëpër subjekte politike, renditja kryesisht nuk ka ndryshuar në përkrahjen popullore në zgjedhje me votë qytetare. A ka tash ndryshime në bazë të historisë së re të Kosovës, të pasluftës? Partitë shtetformuese nuk janë më në pushtet, është një lëvizje vetëvendose që i ka fitu disa palë zgjedhje me radhë. A ka ndryshuar edhe elektorati, edhe mënyra e qasjes së partive politike, çfarë po ndodh? Para që duhet ta themi, në këto zgjedhjet e fundit kishte një goditje qytetare, sepse vetëm 37% e qytetarëve me të drejtë vote të Kosovës dolën në zgjedhje, pra ushtruan të drejtën e tyre. Dhe nga këto 37%, shumicën i fitoi vetëvendosja. Pra, na kemi sot një shumicë të pakicës, sepse 37% që është pakicë, pra shumica e popullit të Kosovës i ka bojkotuar zgjedhjet. Dhe kjo është një fakt shumë i rëndësishëm, i cili patjetër që do duhet t'i bënte kryetarët e partive politike që të mendojnë më mirë, sepse realisht në zgjedhje kanë dalë vetëm militantët partijak. Dhe shteti nuk zhvillohet me militantizëm partijak. Dhe që thënë të drejtën, unë kam qenë edhe vetë deputet në legjislaturë.